أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojmë falën dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë matutje me rrugtimin ton së bashku me sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila është mësimi më I mirë për çdo musliman, se si t'i kaloj sprovat, si të ballafaqohet me jetën e kësaj dunjaje dhe si ta fitoj kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Dhe në këtë rrugtim kemi arrit në vitin e 9 të hijretit, diku në mes të këtij viti, I cili është edhe viti I parafundit apo I fundit I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë vit zhvillohet edhe betejë e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përkatësisht betejë e Tebukut. Përmendet pra prej Ka'b ibn Malikut radiallahu ta'ala anhu edhe prej Jabir ibn Abdullahut radiallahu ta'ala anhuma, se kjo ishte betejë e fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte luftu së bashku me shokët e tij. Dhe sa herë që e dëgjojmë këtë, fillojnë të na përshkruajnë emocione dhe gjendje përmallimi kur e dëgjojmë diçka se ka qenë e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për faktin se e kuptojmë se jetës së të dërguarit Allahut edhe I kishte ardhur fundi, e të njëjtën kohë edhe kësaj biografie dhe sire për të cilën jemi duke fol. Në vitin e 9, pra në muajin Rajab, muajin e 7 të hijretit, të kalendarit hënor, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori lajme pra se mbreti romak Herakliu së bashku me disa aleat të tij, prej tyre edhe fise arabe, në mesin e tyre ishin edhe el-Ghassasine, fise të caktuara arabe, të cilët kishin vendos gjojase me e luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët që po formonin një shtet në Sjujdhesën arabe, në Xheziren arabe. Edhe ky lajm e shtyri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me ndërmarr këtë iniciativë, mos me lën armikun me ardh në trojet e muslimanëve, sepse pastaj padyshim që dami do të ishte më I madh. Prandaj edhe vendosi që të dalë së bashku me sahabët e tij në prit të armikut. Edhe kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e theu një traditë të tij që e kish pas sa herë që ishte përgatit ndonjëherë me ushtrinë e tij për të shku e për të luftu, ka qenë traditë e tij që mos me I tregu sahabëve se ku do të shkojnë dhe detajet e marshimit të tyre. E këtë traditë e kishty vetëm në 2 raste, në betejën e Khajberit dhe në betejën e Tebukut. Arsyeja ishte në betejën e Khajberit se Allah azza wa jall veç se ja kishte premtuar çlirimin edhe fitoren në Khajbar, ndërsa tek beteja e Tebukut arsyeja ishte kushtet e vështira të betejës. Ishte edhe thatësi e madhe, edhe ishte një kohë kur nuk kishin ushqimet mjaftueshme, kishte kap Medinën një thatësi,
pashtu ishte një nxehtë i madh, edhe sa kish filluar ajo koha kur hijet të formohen, edhe kjo ish e parezistueshme për një pjesë të njerëzve që të qëndronin nëpër shtëpitë e tyre. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja boni qartë sahabëve se për ku do të niseshin. E u tregoi që të përgatiten për me shku në betejën e Tebukut. Edhe dihet do thotë se Tebuku ka qenë shumë larg prej Medinës. Në ditët e sotit me shku do thotë me autobus mjet udhtimi diku i merr 12 orë, me veturë ndoshta një 10 orë. Atëherë ka qenë rrugtimi me deve edhe në kom, edhe ka zgjat me ditë të tëra. Do thënë duke u shtu largësia, uria, thatësia, e gjitha këto gjana e banën që këtë ishte një sfidë me të vërtetë e fuqishme. Edhe sa herë që ka kësi lloj sfidash, atëherë gjejmë se aty filtrohen njerëzit. Kur vijnë këto sfida, filtrohen njerëzit. Ata të cilët janë llumi i shoqërisë, bërllogu i shoqërisë, mesin anash, ata të cilët janë njerëz të sinqert e të çmuar të shoqërisë, e kalojnë matutje filterin për të shku në rrugtimin e tyre drejt Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall, duke e pa gjendjen e muslimanëve që veç disa prej tyre i kish kaplu një farloj dembelie, një farloj pesimizmi për të marrë pjesë në këtë betejë, filloi me i zbrit ajetet e surës Taube, ku edhe ja nisi me i çortu sahabët, me i çortu njerëzit, banorët e Medinës, me i çortu fiset që ishin për rreth, me ajete kuranore se kjo nuk ishte një gjë që i takon një besimtarit. Edhe i zbriti ajetet e surës Taube, ku Allah Azza wa Jall thot: Ja ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum fil ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. O ju të cilët keni besu. Pra ky khitab, këto fjalë po ju drejtoheshin njerëzve që kishin pretendu se ne besojmë. Edhe mos të harron asnjëherë muslimani, njeriu që flet fjalë, jep fjalë, e Allah Azza wa Jall nuk ka më sprovu për atë fjalë. Fa hasiba an-nasu an yutraku, apo mendojnë njerëzit se do t'i lajmë e ata duke thënë se ne besojmë Allahun Azza wa Jall, apo mendojnë që kena me i lënë pa i sprovu se ai kanë të sinqerta këtë fjalë, e ky ligj hynor po zbatohej në betejën e Tebukut. Allah Azza wa Jall ju tha: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Ta shohim tash besimin e juaj. Ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum fil ard. Çka u puna me juve që kur po ju thuhet hajdeni, po bëhet thirrja për me marr pjesë në luftë, ju po rëndoheni, ju po dembeloheni, ju po hezitoni, edhe po ndaleni. Raditum bil hayati dunya min al-akhirah, a mos vallë, do thotë ky veprim i juaj po tregon se ju jeni të kënaqur me dunjan, me jetën e dunjas, karshi ahiretit. Do thotë kjo është një, kush i mediton këtë fjalë e kupton mesazhin e fuqishëm që ja dha Allah Azza wa Jall besimtarëve në atë kohë, po gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë historisë deri në ditën e Kiametit. Ai i cili e nal veten atëherë kur kërkohet për me kontribu në dinin e Allahut Azza wa Jall, ai e ka për një mangësi në imanin e tij. E raditum bil hayati dunya min al-akhirah,
A jeni të pajtimit me jetu në dunja, a jeni të kënaqur me dunja, karshi ahiretit, se vetë që kjo ju shtyn juve monal, karshi thirrjes me marr pjesë në luftë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Veç nëse jeni në çet gjendje, që po keni qef me jetu në dunja, e po doni me i dhënë përparësi dunjas karshi ahiretit, vetë që kjo ju shtyn monal. Andaj, ana jashtme e njeriut, veprimet e tij tregojnë për realitetin e tij të brendshëm. Fama mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirati illa qalil. Edhe tregoj pastaj realitetin, tha plaçka e dunjas, kënaqësitë e dunjas, karshi ahiretit janë diçka shumë e vogël. Diçka shumë e shkurtër. Ky është realiteti. A për që të shkurtër ndoni monal me lën ahiretin, pastaj vazhdoi illa tanfiru yu'adhibkum 'adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Tha nëse ju ndaleni, nëse ju nuk dilni, nuk merrni pjesë, nuk i përgjigjeni kësaj thirrje, atëherë Allahu Azza wa Jall do t'ju dënoj. Yu'adhibkum 'adhaban alima, kam ju dënu dhëmshëm, me një dënim që dhëmb. Wa yastabdil qauman ghayrakum. E kjo është pastaj edhe më e rëndë se sa më thënë dënoj. Për këtë do, domethënë që ka një dashur që don dikon, kjo e dyta është më e rëndë se sa më thënë dënoje, tërrehje, ta bëj. Wa yastabdil qauman ghayrakum. Edhe nëse ju nuk dilni, nuk merrni pjesë, nuk i përgjigjeni kësaj thirrje, Allah Azza wa Jall ju zëvendëson juve me dikën tjetër. Kjo është domethënë ajo farë ndjenja më e rëndë për besimtarin se sa e para. Mi thënë, ka më të dënu, ka më të rreh, ka më të myt, ka më në rregull, gjitha janë në rregull. Ama më të zëvendësu Allah Azza wa Jall, kjo pastaj është e dhimbshme. Kjo pastaj është e frikshme për besimtarin e sinqert. Wala tadurruhu shay'a, e nëse Allah Azza wa Jall ju zëvendëson, s'do të thonë që mund keni me i bot diçka dëm Allahut apo fesë tij. Këtë besimtari do të me shkruan mendjen e tij për gjithmonë. Ti si individ ose si grup shoqërie, nuk ka nevojë Islami për ty. Ti ke nevojë për Islamin. Ti ke nevojë për vllaznillëkun, ti ke nevojë për muslimant. S'ka nevojë muslimant për ty. Me deshtë Allah Azza wa Jall të ndron, të çon ty diku tjetër, e bjen dikon që e meriton. Edhe pastaj jeta vazhdon. Yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a. Ju ndron juve ose mirë të vesh kur gjë. Kjo është e dhimbshme. E sa historia do thotë na ka dëshmuar gjëra të tilla kur Allah Azza wa Jall i ka larguar një gjenerat, e ka larguar një shoqëri, ka pru shoqëri tjetër, të cilët i kanë shërbyer fesë të Allahut fuqiplot. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu mund të bëj çdo gjë. Allahu mund të bëj çdo gjë. Mund të më ndru juve, edhe s'ka kush e nal, s'ka çka pengon. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Tha nëse ju nuk e ndihmoni, pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili doli m'ja u bë këtë thirrje juve, nëse ju se ndihmoni, nuk i përgjigjeni, atëherë kujtojeni se Allahu fuqiplot e ka ndihmuar ato me një vend tjetër kur ka qenë më vështirë. Idh akhrajahu alladhina kafaru, kur ata që banën kufër, banorët e Mekës pra, e përzunën, e dëbun nga Meka. Thani ethnejni idh huma fil ghar, edhe metën veç dy. Meti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veti dyti. Idh huma fil ghar, me një shpellë të ngushtë, të ftohtë të errët. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Edhe i tha shokut vet, mos u pikëllo, inna Allaha ma'ana, sepse Allahu është me ne. Do të thotë, është që ky Zot, që ky plot fuqishëm, që ky Allah që e ka ndihmuar atëherë kur kon veç veti dyti.
Edhe kanë përzon njerëz të vet. Edhe ka qenë në një shpellë të ngushtë të terrët të ftohtë, që ky është që e ka ndihmu. Edhe ky person është mbështet tek ai nalt. Inna Allaha ma'ana. E nëse atëherë ka ndihmu, çka po menoni nëse ju sot e praktikisni, s'u ndihmon Allahu? Jo. Kjo është përgjigja. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Edhe Allahu e zbriti qetësinë e tij mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ditën e shpellës, edhe e zbriti tek Abu Bekri, i qetësoi të dytë, edhe e ndihmoi me një ushtri të cilën ju nuk e shihnit. Edhe bani që fjala e kufrit, fjala e pabesimtarve të jetë ma poshtra, të jetë e poshtruara. Wa kalimetullahi hiya al-ulya, e fjala Allahut është ma larta, është ajo që triumfon. Wallahu azizun hakim, Allahu është aziz edhe hakim, i plotfuqishëm dhe i urtë. Po të më thënë, kjo ish ajo sfida që Allahu azza wa jall ja u boni muslimanëve të asaj kohe, edhe ja u çoi si qortim që na nuk kena nevojë për ju. Ju keni nevojë me marr pjesë në këtë luftë. Nëse doni me ndihmu veten, nëse doni me shpëtu në botën tjetër, se nëse ju smerrni pjesë, edhe Allah azza wa jall ja ka shkruar me fitu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja çon ushtrin, sikur që ka thënë më herët, një ushtri që shihet, veti dyti 500.000 veta i shkatërron. Veti dyti për njerëzve, ama me ndihmën e një ushtrie që ju se shihni. Andaj, kjo është realiteti. Kërkush nuk guxon me menu për muslimanëve se është i pazëvendësueshëm. Çdo kush është i zëvendësueshëm. Edhe kërkush s'ka nevojë për ty, po ti ke nevojë për Islamin. Allah azza wa jall s'ka nevojë për neve, për asnjërin hiç, na kena nevojë për to. Na kena nevojë për mëshirën e tij, për faljen e tij, për te kalimin e gjunaheve, për kënaqësinë e tij që më na shtin në xhennet. Përndryshe, do thotë ne jemi ata që shkatërrohemi. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dilni, mirni pjesë në luftë, përgjigjën e ftesës, khifafan wa thiqalan. Qoftë me pak mjete lufte, qoftë me shumë mjete lufte. Qoftë do më thënë në rehati, qoftë në vështirësi. Ani pse ndihesh do më thënë një far bare pendjeshe qysh me shku në këtë lufte, të në këndzet e tjera. Infiru khifafan wa thiqalan. Edhe luftoni wa jahidu, dhe luftoni me pasurinë e juj dhe me veten e juj në rrugën e Allahut azza wa jall. Kjo është më mirë për ju sikur ta dinit. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo thot është më mira për ju sikur ta dinit. Andaj do të thonë njëri me ditë realitetin e dunjas, me ditë realitetin e ndihmës të Allahut azza wa jall, atëre s'ka çka më menduar me përzgjedh diçka tjetër. Thjesht e përzgjedh urdhresën e Allahut fuqiplot. Me këto ajete pra Allahu fuqiplot e filloi qortimin e besimtarëve edhe kërcënimin e tyre që dhe i përkujtoi domethënë për ndihmën e Allahut azza wa jall, e cila do të është vazhdimisht me njerëzit e mirë, me njerëzit e devotshëm. Kështu kur i dëgjojnë do thotë këto fjalë besimtarët, kur dëgjojnë këto ajete prej Allahut fuqiplot, nuk pritën asnjë as dy, por më njëherë morën iniciativë me u përgjigj ftesës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe u çuan domethënë në mas të madhe me u përgatit për luftë. Me përgatit do thotë armë të ndryshme, kafshë që ju vynin, veshje kështu me radhë që me marr pjesë në këtë luftë. Po ashtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe prej jashtë Medinës erdhën fise të ndryshme, kur ju shkon vesh këto ajete, fisi Ghifar, fisi Aslam, Juhayna, Ashja', Banu Ka'b ibn Khuza'a, gjithë domethënë dolën edhe erdhën në ndihmën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është që muslimanët atë kohë ishin në gjendje shumë
domethënë të fuqishme ekonomike, mi po kishin individa që posedonin pasuri. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli dhe ju ligjeroi njerëzve dhe i këshilloi e i porositi që me dhënë sadaka me përgatit ushtrinë. Sepse që shtam do thot një pjesë e ushtrisë, një pjesë e njerëzve nuk kishin me çka me luftu, as deve, as kuaj, as armë, as kurrë hiç. Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori iniciativën me nxit muslimant me dhon sadaka. Për me përgatit do thot këtë ushtri. Edhe aty pastaj sahabët tregun bujari të pa shembull, domethënë të pa shoq, të pa parë ndonjëherë. Tregun heroizma, se këto janë heroizma që kur historia si kish regjistru. Atë ditë doli shembulli i Siddiqut të ummetit dhe Farukut të ummetit, të cilët garonin në mirësi. Edhe momentin e parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbajti hutben e tij për mi nxit muslimanët me dhuru, i pari që erdh ishte Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. E pas tij edhe Omeri. Në dy të partë Abu Bekri dhe Omeri. Atë këtu e kuptojmë atë realitetin edhe praktikisht që qysh Abu Bekri u kon e ka pas imanin sa komplet ummeti. Imani i tij ka peshu sa peshon imani i komplet ummetit. Çto e shohim praktikisht. Si ka thënë pejgamberi alayhis salam ato fjalë, veç ka ardhur Abu Bekri me sadakan e tij. Aty të ardhe dhe Omeri. E tregon vet Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, thot kur na pat urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhën sadaka për me e përgatit ushtrinë të Bukut, thot unë gëzova se më patën qëllu një sasi e konsiderueshme e pasurisë. Edhe thash vetë me veti, sot ka me shku e me atë kalu Abu Bekrit. Se Omeri me gjithë se ka njoftë Abu Bekrin, po vazhdimisht ka qenë në garë, kush përfiton knatësinë e Allahut azza wa jall më shumë. Edhe thot sot ka me shfrytzu që të rast me ja kalu Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Nëse ka në ditë kur mund me ja kalu atëre, sot është e ditë. Edhe thot e mura pasurinë time, e dajta në dy pjesë, edhe gjysmën e pasurisë u nisa drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkova, ja çova përpara, edhe pejgamberi alayhis salam u pyeti, "Ma abqaita li ahlik?" Çka i kilon familjes? I kilon diçka në shtëpi? I thash, "Po ja Resulullah, çat sa të kompru, çat që kom lënë." Edhe Abu Bekri tash të llogarit këto që ka bo punë të madhe, Omeri të llogarit këto që ka bo punë të madhe. Realisht ai ish punë e madhe. Se gjysmën e pasurisë e heki edhe e çoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Abu Bekri arriti me pasurinë e tij, i alshoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përpara, edhe pejgamberi alayhi salam ja boni të njëjtën pyetje, i tha ja Abu Bekr, ma abqaita li ahlik? Çai kilon familjes tonë Abu Bekr? Tha abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Tha e kum lënë atë në Allahun e dërguarin e tij. Edhe do thot ai ish moment madhështor, moment i mrekullueshëm. Saqë do thot kur e pa Omeri ja hupi shpresat krejt. Tha wallahi la usabiquka ila shay'in abada. Pashallahu, tha ma kur s'ka më munu më ta kalu me diçka. Nuk ish aty se tash Abu Bekri ka nisa i ka pru Omeri edhe one tash t'ja kaloj. Jo. Abu Bekri do të thënë pa ditë se sa ka pru Omeri, erdh me gjithë pasurinë e tij, se çaq i kushtoi ke zemra që thënë të na. Çaq i kushtoi zemra. Edhe i pruni gjithë dinart, do të thënë atë pasurinë që ka kish pas në shtëpi, gjithë një pruni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këto janë shembuj të rrallë. Këto janë shembuj të rrallë. Edhe këtu do të thënë u dëshmu ajo
siddiqijetu Abi Bekr, grada ati si siddiq, si udhëheci apo imami i siddiqav, këtu dëshmu. Se siddiq do më thënë ai që imanin e tij realisht e konkretizon në punët e veta. Çka të fol, vepra vetë se ja ka kalu, ma herët e ka bë punën. Çka të ka bindje në zemër, ajo i konkretizohet, sikur se pi zemrës mi dal jashtë imani, e sheh imanin e tij. Që ato është Ebu Bekri Siddiq. Sidq, do më thënë sinceritet. E ka mrit den qatë pikë sinceritetit, që s'mon është i me dalu atë shka është jashtë edhe atë shka është brenda ti. Dyja janë të njëjta. Çka ka brenda, e ka dhe jashtë. Kështu ka qenë Ebu Bekri. E me këtë vepër do thot, ja vendosi i dha vull. I dha vull gradës së tij si Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe këtu e shohim do thot se çysh pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam realisht sahabët e tij i kanë vlerësu kur Abdullah ibn Omeri tregon thot në mesin e sahabëve e kanë pas kështu kon si fjalë ditën kur bisedojshëm kur folshëm në sen, thoshëm më i miri mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Abu Bekri, mas ne Omeri, mas ne Uthmani. Tani mas ne nuk e veçojshëm kërkon tjetër. E shto tre kanë pas të partë. Edhe punët e tyre do në gjithë kanë dëshmu. Mas tënve ka ardhë Uthmani me pasurinë e tij. Edhe Uthmani ka qenë njeri që mas shumë ti ka dhëru atë ditë. Thotë Allah azza wa jall e dalloi Abu Bekrin e Omerin me një vepër, edhe Uthmanin e dalloi me një vepër tjetër. Uthmani dhuroi mas shumë ti atë ditë. Gati domethënë me pasurinë e tij, gati gjithë ushtrinë e përgatiti. E kjo përmendet do thot në transmetime në ditën kur ditën para se me vdek do në Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, kur kishin rrethu domethënë munafiqët në Medinë edhe tentojshin me hyrë në shtëpinë e tij për me vra. Uthmani në mesin e sahabëve dojke më kallëzu sahabëve më tregu që unë s'jam aq ç'sh po thon njerëzit. Edhe i tha unshidukumullah wala unshidu illa ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam alastum ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal tha po ju bëj ben Allahun azza wa jall, edhe tha jam të ju bë be sahabës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk e dini ju, a nuk jeni çata që keni dëgju vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë men jahaza jaysh al-usrati falahu al-janna fajahaztuhu. Thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e përgatit ushtrin e usras, ushtrin e Tebukut, ka me fitu xhenetin. E thot, unë keshaj që e përgatita pastaj ushtrin. Dhe se sahabët tjerë që kanë pru, kanë mjaftu për një pjesë. Po tani Uthmani ka qenë sikur ai në për projekte caktuar që vjen thot sa janë të bu hoxh që kaq. Pjesa tjetër u kry. Uthmani ka qenë i këtill. Ka shku sa ka met që kaq. E ka mbulu të tërë. E do më thënë, Uthmani ka qenë për atyrëve që ka thënë mas shumëti. E qysh pi bjen tash? Ebu Bekri a se dha komplet pasurin? Po. Amo Ebu Bekri me gjithë komplet pasurin që ka pas, në sasi nuk ka qenë sa pasuria e që ka thënë Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Përmendet dhe që a ditë Uthmani i ka thënë 1000 dinar, pastaj 1000, pastaj 8000 dinar. Tregon Abdurrahman ibn Samura, thot a ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur foli domethënë për me përgatit ushtrinë e Usrës, ushtrinë e Tebukut, thot veç që kemi pa Uthmanin, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kish mush teshën, atëre që kanë pasur si far xhybe, thot e kish mush argjend ari, monedha tarit, a thot i pruni edhe i lshojti para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A pejgamberi alaihi wasallam tha, i shtike dorën, e i rëtlojke parët, e thejke, ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm. Ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm. Ty e përsërit disa herë që të fjalë, e ty këqy domethënë gjitha të holla, që tërë këtë pasuri e ka dhënë, nuk ka me i bot dëm kur gjo mas Sodit ibn Uthmanit, ibn Affanit.
Mas sodit nuk kam i bë dëm kur gjë. Jo në atë aspektin dëm fizik, po çka do që vepron, pej punëve dhe pej veprave, s'është në jo që mundet me aprish imanin e tij edhe me ja hub shancat e xhenetit. Pra, do thot habitu me ata e habitu me këta. Mahnitu me ata, mahnitu me këta. A njëri pe komplet pasurin, a tjetri gjysmën, ky erdhi e përfundoi domethënë projektin komplet. Ka mu përgatitur ushtria që e parë të ditën e mirë. Këta ishin domethënë tre njerëzit më të mirë të ummetit. Abu Bekri, Omeri edhe Uthmani radhiyallahu ta'ala anhum. Pastaj kishte sahabe tjerë që treguan po ashtu bujarinë e tyre atë ditë me çka do që patën. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve të saddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'than, jepni sadaka sepse po du me çuni ushtri diku. Shkoi Abdurrahman ibn Aufi, cili po ashtu ka qenë përgëzuarve me xhennet, tha ja Rasulullah, inna indi 4000 2000 uqriduhum Allah wa 2000 li iyali. Dhe dërguari i Allahut, unë tha i kam 4000 dirham, 2000 tha bi për ushtrin, e 2000 tha pinalin shpi për familjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha barakallahu laka fima a'tait wa baraka laka fima amsakt. Allahu të bekoft në ato çka dhe Allahu të bekoft në ato çka kinar. Do thot, a pe tani shembulli i Omerit, gjysmën e pasurisë që kish pas të atyve parëve që i kishin tepru, i mshoi për gjys edhe ja çoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjitha do thot ishin pare pra dinar të argjend. Vazhdon sahabët me dhën, këtu doli domethën shembulli i Abdurrahman ibn Aufit, i cili po ashtu doli edhe gjysmën e pasurisë, po ishte edhe shembulli i Abu Uqailit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ardhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe munafiqët kur e pan, ja nisën mukesh me zveti. Njerë kur erdh Abdurrahman ibn Aufi, ja nisën me fol me zveti. Erdh Abu Uqaili, e kish pas një asi sa'i, është sa'i i bjen një farë si kofe e vogël, 3 litra zem parafërsisht, një gjysë qasi me hurma kish pas. Dhe që ato vjenja bjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e shohin një njëri të ardhë, edhe kështu si hijen pe shkretines, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e sheh pes larg i thot kuna ba khaythama, tha inshallah është Abu Khaythama. Edhe për më i shkon Abu Khaythama al-Ansari, edhe ky ku ardhi e kish mush tash ai gjys, ky një çasi kofe të vogël me hurma kish mush, ai ja prunë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu munafikat veç këqyshin edhe u zgërdhinshin me zveti. Edhe kur për çdo kon kishin diçka mi u kap. Abdurrahman ibn Aufit, që ardhe dhe tha që gjysën e pasurisë për jap, çka që kom, çka që për jap, ja nisën të thënë, ma fa'ala hadha illa riya'an. Ja, këta është e bëvesh për ria, vesh për më kallëzu para tjerëve, që unë për jap 2000, gjysmën e pasurisë më të dhënë 2000. Veç është të mënu me shitmen se ty ben në pas për një me kjo për hirtë Allahut. Kër ardhë, në anën tjetë Abu Uqaili, thanë, inna Allah e leganijin anë sadaqati hadha. Jo, po qka i vynë Allahut azza wa jall sadakaja kina, gjys sa hurma. Si me thënë, një sahan të vogël hurma ka pru. Ai për më polip me përgatit një ushtri që kanë me luftu, do thët një aleancë të fuqishme, ushtrinë romake, një perandori kanë me luftu, kjo po shkon me bjen aty një sahan hurma. Aja nisin të ju zgërdit me zveti, se cilit që vike janë gjiqin kanë i bisht. E shtuën munafikat. Po thënë, me ta do vënë, kur s'ka taman. Bën dikush diçka, kjo ka për, se ka për hirtë Zotit, i hinë një jetin e tina. Bën atjeti diçka, jo veç ashtu, po për që ka që unë i kisha dhënë. 50 centa, 50 cent, kur i dalin 50 cent, së është nevoja me dalë ato. Puna është
Ai çka ka bë? Edhe ky e pati çaf, sa pati gjys sahan, një sahan me hurme, çata e pruni. Edhe Allah Azza wa Jall ja përmendi veprimin e tënve në Kur'an që me ekzistu edhe me u përmend veprimi i tënve deri në kiamet. Edhe me i poshtru përgjith. Tha alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Tha çata që janë të i ngacmu besimtarët vullnetar që po japin, janë të ngacmu për sadakat e tënve, edhe janë të ngacmu ata cilët se s'pukan çka me dhën, po bëjnë hajgare me ta, le ta dinë se Allahu do të bëj hajgare me ta. Sakhir Allahu minhum. Allahu fuqiplot ka me bë sakhr me ta. Ka me bë shaka me ta. Walahum adhabun alim, edhe ata i pret një dënim i dhëmshëm. Edhe është interesant, domethënë që për munafikat sa herë përmenden, Allah Azza wa Jall e përmend çysh ka me i mashtru. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Munon me mashtru Allahun, ndërsa Allahu është që po i mashtron ata. Munon me i përqesh besimtarët, Allah Azza wa Jall është duke i përqesh ata. Çysh? Ka ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të shtin Allah Azza wa Jall në xhehenam, munafikat ka me bëj hajgare me ta. Edhe çysh të dënu, ka me aqit diku çashtu në xhehenam një derë ka xheneti. E këta kur e shohin në qatë lavë, domethënë të zjarrit xhehenamit, kanë me nis me nëtue, me shku me mrija derën për me dalë në xhenet. Nëto, e shohin që s'në pëmrin. Këta afroju, dera largohu. Tani ja hek këtë derën, ja qëtë diku tjetër. Mule mas asaj tani, ngoj, së në nëzojnë. Pe atyt ja qëtë diku tjetër, mule mas kësaj. I bjen deri në atë pik, i pesimizon që mos ju met fije shprese. Sa që ja qëtë derën shumë afer, edhe veç e këshyrin, as bajnë kërqa. Se e din që s'ka mundësi me mëri me dalë për aty. Edhe mos kanë fuqi, i hupin shpresat, as 1% shpresës ju met. Ja u djek gjitha shpresat Allah Azza wa Jall. Dhe në atë pikën që ma, as pe xhehenamit nuk qyrin mo me dalë. E që kjo është? Yukhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum. Ata mundohen me mashtru Allahun këtë dynja, ama Allah Azza wa Jall ka mi mashtru ata. Se menojnë që na jena të bo mirë, po, na jena qësh duhet, morë, a pe këqysh vetin të, a je në rrugën e duhur, a je në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a je në rrugën e drejtë, sirat al-mustaqim, a je në parimet e besimtarve, ja, na, mirë jena, po qëto mëre ki gabim, ja, mirë jena na. Qështu i mashtron Allah Azza wa Jall. Deri t'i bjen në atë pikën që e shkatrojnë vetë vetën, edhe s'ka më këthim për ta, menojnë që të bo mirë, e realisht jënë duke deviju. Çka është domethënë mashtrimi që ja u bën Allah Azza wa Jall, edhe për këtë përçeshjen që ja bënin besimtarëve, Allah Azza wa Jall ka më pru në çat gjendje që besimtarët pastaj me qesh me ta. Siç e çish përmendet do thotë në surën Mutaffifin, besimtarët në xhennet kanë mushtrin në kolltuçet e tyre dhe kanë më kthyer xhehenamlit se çka u bë me ta. Tani kthyen çështu ti u dënu e ti u hup shpresat. Ti mënu që mos po dalin në qysh, ti u hup shpresat. Kanë me kesh për në xhennet, kanë më kënaq, ty kesh ty pa se çka kanë bë. Pastaj në mesin e sahabëve patët të tillë vllazni që këta që prunën ka diçka, apet ishin dediku. Kishtë të tillë që kur gjos kishin çka me ofru. Heq. Ama besimtari e dëshmon veten e tij. Kjo është një mësim që duhet me marr. Besimtari kur nuk rin durkryq. Bën diçka. Besimtari bën diçka. Nuk i takon besimtarit me thënë, vallah, teorikisht unë ç'të s'e bëj.
edhe rrin shtëpi. Kjo si takon besimtarit. Teorikisht se në bën, ama çu, bilet paktën çu lëviz deri diku. Sigur Imam Ahmedi në burg që ka qenë, ja kanë mshel dyrt gardianët e burgit, megjithatë në ditën e xhumas kur u ofru vakti për xhumas, ka marrë abdest dhe u çu, tash pra në, do thon çfarë gjesti. U çu pe shtratit vet ose ku koni ulur, edhe ka shku deri te dyrt e burgit, ka thënë çel maderën, për çka do më shkoj të fal xhuman, ecma më zvaj gara ti burgos, do të shkoj të fal xhuman. Ula aty. Çkaç. Edhe e ka përsërit vazhdimisht. E ka ditë që kanë më thonë çështu. Apo ka përsërit. Se besimtarit i takon me ndërmarr diçka. Edhe në ditën e përgatitjes për Tebuk, kisha si sahabe që s'kishin vlla kur gjë hiç. Leçëm me prumi dhën dikun tjetër, pas për vetë s'kishin. Kanë qenë një 7 sahabe. Përmendën emrat e tyre në sire, edhe erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ishin në skamje të skajshme, kur gjës posedojshin. Megjithatë, erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se s'dojshin me met mrapa. Kjo do von një shans e art, po merret udhtimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me marr pjesë në një betejë. Edhe i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që no s'kena kur gjë s'kena. A mund është më na gjet diçka që bile më na marr me vetin luftë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha la ajidu ma ahmilukum alayh. Tha s'kam me çka më u marr. S'kam me çka më u marr. Edhe kjo fjalë domethënë ju ra aty me sikur thik në zemër. S'kam me çka më u marr. Pi bjen që së në vinin luft. E këtu pastaj apet dëshmohet imani, nuk thanë, apo ani, po tash na u kryma puna, na kena kallzu vetën, dulum, erdhëm dhe këtu, s'ka shka më në marë, ditën e mirë, për shkojnë në shpit që litëm, jo, e dëshmun imanin e tënve, edhe ty u këthy, ja nisën, lot, ty u rjedh faqeve, mjekrat ju lagën duke qajt që qysh mja bona, qysh metëm kështu. S'ka më në marrë kërkush luft. Edhe këtë Allah Azza wa Jall, këtë panoram të këtënve sahabëv të ndershëm e regjistrojnë librin e tij hyjnor. I përmendin ajete kuranore që kanë më lexuar deri në ditën e Kiametit. Laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Nuk ka problem edhe s'ka nevoj me u sikletu të dobëtit, ata që janë të smur edhe ata që s'kan kur gjë me shpenzun këtë luft. Kur gjë heq. Tha s'ka nevoj këta të sikletohen përderisa po tregohen të sinqert me Allahun edhe të dërguarin e tij. Ma 'ala al-muhsinin min sabil, për bamirësit nuk ka rrugë tjetër. Wallahu ghafurur rahim, Allahu është falës dhe mëshirues. Domethënë, e ki dëshmu deri në pikën e fundit që ti je i gatshëm. Ama çkaç po mundesh? Edhe e dëshmon me lotët të tënve, të cilët i përmendi Allah Azza wa Jalla në Kur'an, pastaj tha wala 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayh. Thot tash në çetajetin që e lexuam paraprakisht, aty pi përmend, po thot edhe ata të cilët nuk kanë çka më shpenzu, mos cikletohen. Po tash në ajetin në vazhdim po i përmend me sifate, po i veçon çetat shtatit. Tha nuk është problem as për ata të cilët kur erdhen tek ti për me i bart, me u gjet në farë mjeti udhtimi, ti ju tha s'kam me çka më u marr me veti, u kthyn mbrapa edhe syt ju rredhshin lot nga pikëllimi se s'pukon çka më shpenzu. Tash ka mujt me mjaftu ajeti i parë, për mi përfshi edhe këta, ama ja, sepse veprimi i tyre ish më i veçantë. Përveç që s'kishin çka më shpenzu, erdhen edhe po dojnë me kallxu ja Resulullah merrna. S'mujnë mi u marr. Atë i kapi vaj. Thonë, ç'kjo është realiteti i besimtarit. Ç'kjo është realiteti i besimtarit.
Besimtari edhe kur s'munët me bo kërgja, rrin jën komoditet. Jën komoditet, me thënë tash unë e kryva temën, mos, jo, ata pikloheshin pse s'po mujnë me kontribu në dinë të Allahut Azza wa Jall. E kjo është domethënë një mësim për me tregu sinqeritetin, sepse Allah Azza wa Jall ka përmendur thot në ajete tjera kur ka thënë walau aradu al-khuruj la a'addu lahu 'uddatan. Sikur të kishin ndeshur ata me marr pjesë në luftë, ishin përgatit me diçka. E tash këto sahabe s'patën me shka më përgatit, bëhet paktën në çunë ardhën ndaj aty. Çaq mujtën, çaq e tregun veten e tyre. Madje njëri prej tyre e boni një vepër edhe më të mahnitshme. I shkoi menja diku tjetër krejt. Tash do ta përmendim pas pak. Në mesin e këtyre që këtyre shtatëve ka qenë edhe Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ky duke u kthy i takoi së bashku me një shok të vetin, i takoi Ibn Yamin ibn Umair, edhe i pa ty kajt. I tha, "Çka keni burrë që po kani?" Ta i thanë shkum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thanë mana gjet diçka për me marr pjesë në luftë, ama tha s'kam çu marr, andaj as na s'kena në farmjeti të timit, kështu që kena met. Kur e pa gjendjen e tyre, i mori domethënë një far deve që kish pas deve të kullosave. Ka ndalu deve të kullosave, deve që janë përdor për udhtim, deve për luftë. E ky shkoi më doën ato devet për kullosa që i ka pas, me të cilat kanë mbajt uje, kanë mbajt sigur tash me shku në luftë me një traktor. Çashtu i bjen. Për luftë janë autoblindat, janë tanket, çdo. Sigur tash me marr një goldona me shku me ton luftë. A çato kish? Edhe mori për mos me ilon keq të në dyve, Abdullah ibn Mughafelit edhe Abu Leila Abdurrahman ibn Ka'bit, ja u dha që devën e tënve, edhe do hurma shka i kishin qëllu, që i kish pas në shtëpi, edhe që ato ja u dha, ha merne edhe shkoni. Në mesin e shtërin shtatëve ka qenë edhe një sahabi me emrin Ulbeh ibn Zeid, radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe ky, të më thënë, që ka bani? E bani një heroizëm të mahnitshëm. Atë natë, për me dëshmu, nuk i mjaftoi domethënë ajo që shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe që u kthyn duke çajt, edhe i vazhdoi piklimi edhe brenga sa që natën sën panin veten çet u çu në pjesën e fundit natës, edhe nisi me fal namaz, edhe të çajt, i lut Allahut azza wa jall, Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghabta fihi. O Allah, ti na urdhrove me bo gjihad, edhe po na nxitish me bo gjihad. Thumma lam taj'al 'indi ma ataqwa bihi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj mos u mdha kur gjë pasuri me cilën mundisha me shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjitha këto ankesë ndaj Allahut azza wa jall. Wa lam taj'al fi yadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluni alayhi. Edhe madje as në dorë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur gjë nuk çove që më ndihmu me marr pjesë në luftë. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madhlamatin asabani biha fi malin aw jasadin aw 'ird. Në fund e boni një vepër që tham besimtarit çka të mundet një grim të mundet me bë çata bën. Në fund tha, mas gjitha këtënve, tha, une po i jap sadaka gjdo zullum që më ka bo në i herë në i musliman mu, në pasuri, në trup ose në nderin tim, tha, une që ato për e boj sadaka edhe për ja falit gjithve. Për ja boj halal krejtve. Kush më ka prek në nder, në pasuri edhe në trup në i herë, që më ka bo dëm, krejtve për ja boj halal, që kjo është sadakaja ma madhe që muj me dhanë, a dhe që të për japë. Kjo ka lëzën atëfar realitetin e sinceritetit. Besimtari s'nalët. Ai gërmon, desa të bën diçka për Allahun azza wa jall. Lëviz, s'rin vend. S'po muj,
e shtrydh mendjen e tij çysh me mujt. Çysh me gjetë një alternativë. E ky sahabi paranon çka I ka shkuar në vend. Mu çun, mu fal natën, edhe më drejtu Allahut Azza wa Jall me këto fjalë madhështore që kallzojnë se ai ka besu Allahun hak, se janë kohë drejt për drejt. Ja Rab, ti na ke thënë me luftu, po unë s'kam kur gjë, afër sa s'pati kur gjë më dhon, s'po di çka më bë më shumë, veç çto po do më fal. Kjo është madhështore, saqë të nesër man kur u çun edhe të bun sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I kishan lajmi pejgamberit alaihi wasallam se njëri gjatë natës ka bërë çështu diçka. Dhe pejgamberi më ngrit tha: "Aina al-mutasaddiqu hadhihi al-layla?" Tha: "Ku është ai që sadakare e dha pram, e ka dhënë pram gjatë natës?" A ka kush për lëviz. A bet përzyti, ku është ai që ka dhënë sadaka gjatë natës pram, le të qohet. Edhe u çu Ulba radhiyallahu ta'ala anhu, edhe I kallzoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alaihi salam përgëzoi tha: "Abshir, fa walladhi nafsi bi yadihi laqad kutibat fi az-zakati al-mutaqabbala." Tha: "Mysh dhe obur se çato çka ke bë ti, pash ato që është ndor, që ka ndor shpirtin tim, është shkruar në listën e zakatit të pranuar." Kjo ka qenë një mysh dhe e vërtet, se na me dialektit e këtij zamanit menojna që kur të bojna një punë, ajo mos saglam ka shku o pranua atje te Allah Azza wa Jall, kena me gjetë në ditën e Kiametit. Sahabët e kanë pas frikë këta. I kanë ndjek ky stres që të punë çka janë aty bë, a thujën të na u pranu. A thu mos I kena prish me diçka. A thua kena pas sinqeritetin që shduhet, vazhdimisht. Për ato këti sahabiut, kur I ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam myshdja, e ka përgëzuar, ka thënë myshdë se që të vepër e kitë sigurt se u shkruaj në sadakan e pranuar. Çdo e kitë sigurt. Ai domethën e ka ditë më pe aty momentit dek e ka ditë që e ka një vepër të pranuar. E tjerë se kanë ditë. Andaj kjo është pjesë e mësimeve. Pastaj kemi Ebu Musa Ash'ariun radhiyallahu ta'ala anhu, që atë ditë shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ish realisht me do shok të vet edhe bisedun që do me marr pjesë në këtë luftë me pejgamberin alaihi salam, edhe e çon Ebu Musa radhiyallahu ta'ala anhu me shku me fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama ata s'kishin me veti kur gjë. Se Ebu Musa me njerëzit e vet ka qenë pej atyre që kanë ardhur pej Yemenit. S'kan pas tani pasuri, kanë me kushte të dobta. S'kan pas tash pasuri për me shpenzu, me shku në luftë. Edhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I tha: "Ja Rasulullah, un domethën shokt çun që më të lyp mos kit diçka në do thot në deve diçka që më na marr në luftë." Ja sa më tha, pashallah, s'kam diçka me çka më marr. Edhe kthye Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, edhe e vreti nisan që pikloj. Kur kish shku te pejgamberi alayhis salam, kish has në disa momente kur ka qenë I zemrum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja kthen, wallahi la ahmilukum ala shay. U betu pashallahun s'u marr me kur gjë. Pashallahun s'kam ju marr me kur gjë. S'kam ju marr me veti. Edhe tash e kapi piklimi Ebu Musën që mos kena boba në sen që pejgamberi alayhis salam u idhru me neve, se pak si I shkon I zemrum. E shkoi te shokët e vetë, ju kallzoi kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështu na tha. Ama thot nuk kalon shumë çaste, vetë se erdhi Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, edhe thiri: "Ej Abdullah ibn Qais, Abdullah ibn Qais." Abu Musa I tha: "Ajib Rasulullah yad'uk." Hajde përgjigju se po thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkova thotë pejgamberi alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha: "Khudh hadain al-qarinain wa hadain al-qarinain li sittati ab'iratin ibta'ahunna hina idhin min Sa'd fantaliq bihinna ila ashabik." Ja dha një dy deve të reja. Tha: "Merri çdo dyja
të cilat i kish ble domethënë paraprakisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pej Sa'dit, një 6 domethënë deve i kish ble pej Sa'dit, edhe ja dha çto, tha shko merre ja çoja shokëve tu. Edhe thuj inna Allah ose inna Rasulullah yahmilukum ala haula'i farkabuhun. Allahu ose pejgamberi Allahut don më u marr juve me vetin çto deve, andaj hipni mbi ta, përdorini çto. A thotë unë isa shkova te shokët e mi, edhe i thash që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështu ka thënë, po don më u marr me veti me çto deve. Ama tash ky do të kishë në një farë pozitje pak pa lakmueshme, se një herë shkoi ju thotë çështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tha pasha Allahun s'kam ju marr, tash po kthehet ju thotë kam ju marr. U merakos se mos dikush po menon që ky ka lujt diçka, adin ka bën e hile diçka, ai tha, ama tha, unë nuk rri i qet për pa ardh dikush pe juve me shku edhe me ngu për atyre që kanë qenë bashkë me mua te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me dëshmu ata se çështu më ka thënë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë kur gjë as jam ty shtu, as jam ty mangu. Ata i thanë, inneke indena le musaddiq, wa le nefa'alenna ma ahbabt. Na besojnë aty e dina që nuk rren, kena me bo qysh tha ati, nuk prish për në kërgjo. Po me gjithë ato me disa, morin një 2-3 veta, shkun të ai grupi ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha kallxoni çtënve, am tha çështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata i dëshmun po. Tash u ndi i qet Ebu Musa Esh'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Me një transmetim në dy sahihet përmenet do të thonë disa detaje të kësaj ngjarjes, thotë Ebu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, kur na thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për s'dytë, na tha që pja u jap këtë devet, ja nisëm do të thonë mu piklu edhe mu dëshpru edhe mu merakos që qysh ja prunën punën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai një herë u betu, tha pasha Allahun s'kam ju marr, e tash të na thiri po na jep devet. Mos pahirja kena pru punën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shkel betimin e tij pa e ditë. Ka harru që ka bo be, tash na e punën çështu gjendje që me shkel betimin. E thot shkum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tham ja Rasulullah, na çështu kërkum që ti më na marr me veti, ama ti u betove që s'kem na marr. E tani mas nej na thirrë na dha, mos pahirin është ki harru që e betu herën e parë. Andaj në këtë pikë kanë mënu sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mos pehidhron Allahun azza wa jall, një herë u betu, tani po shkel betimin. E pejgamberi alaihi salam i tha, lestu ana ahmilukum, tha unë nuk jam unë ai që po ju merr me veti. Walakin Allah hamalakum, është Allahu që po don me ju marr. Inni wallahi la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa ataytu alladhi huwa khayrun wa tahallaltuha. On pasha Allahun kur ndodh me u betu në sen, tani mas nej basit betona e shoh që e kundërta e betimit ka qenë më hajër e më mirë, thot unë e bëj ato që është më hajër, e këne betimin e shpaguj. Në shpagimin betimit në kësaj raste është 3 ditë agjërim. Kur njëri betohet për diçka pasha Allahun, çështu ka me bë ose s'ka me bë, apo pastaj e sheh që pas ka gabuar me betimin e tij, po më hajër ka qenë me bë, atëre s'ban tani më bë kryenesh, më thënë ja, unë jam betuar një herë mos se bëj. O zotni, po më hajër është kjo. Ja, unë se boj. Morë ty bë diçka që s'është hajër. Ja, unë se boj se unë betu. Unë të mushit kësha unë jam asnjë që se shkeli betimin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkel betimin kur e ka pa që diçka është më hajër. Edhe pastaj e ka shfrytzu lehtësimin e Allahut azza wa jall që me e shpagu betimin e tij që e ka shkel. E kemi edhe historinë e një prej sahabëve personte transmetohet, domethënë tregohet se Wathila ibn Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, ato ditë domethënë edhe nuk kish me çka mu përgatit me shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe thot kur e pash s'kam kur gjë, dula në për rrugët Medinës, nisa me vet njerëzit, a ka be dikush që o merr
edhe unë po ja premtoj që kam ja dhënë hisën e plaçkës të luftës. Do të bëni një pazar. Një pazar i mëshëm shumë. Pja premton hisën e plaçkës së luftës, veç nëse më kryeni punë, më gjini një mjet, një diçka që unë më shkon në xhihad. E hisën këtë çka ka domethënë atje nëse në far plaçkë të luftës qoftë deve, qoftë çka do qoftë, ajo është këtë e juaja. Ai kallzoi me këtë veprim, po kallzon që senet e dunjas nuk janë të më interesu. Është të më interesu veç çysh me marr pjesë në këtë punë të madhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe senet e dunjas merr në krejt. Edhe ashtu duke pyet një pe plegjve të Medinës kur e niti, tha thirrni çta tha hisja atina letjet e jona. Na domethënë jam mbulojnë të gjitha shpenzimet. Çka ka domethënë me bajte, me ushqimi e kështu me radh, është e jona. Ky pranojti, e tha sir ala barakatillah, tha shlir nisu domethënë marr pjesë në këtë luftë. Dhe tregon pastaj Wathila radhiyallahu ta'ala anhu, thot mos ne ndodhi të buki sane, edhe kur kthym thot më mbran on hisja pe plaçkës së luftës, më mbran disa deve të reja të fuqishme. Edhe kur ktheva në Medinë, shkova te ky person e i thash që kjo është domethënë preja e luftës që unë e kam fitu, andaj qysh e kena pas kusht në fillim, e marrveshje në fillim, kreta janë tuat. Edhe ai tha më boni khudh qala'isaka ya ibn akhi fa ghayru sahmika aradna. Tha merri devet e tua vëlla jam, ase na kena pas për qëllim një hisë tjetër, jo këto. Domethënë qëllimi i tij ish na kena pas për qëllim një hisë tjetër në ahiret. Për atë kontributin që se çdo kush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka përmend, çdo kush e ndihmon, e përgatit një ushtar, e përgatit një mujahid në rrugën e tij, në rrugën e Allahut azza wa jall, atëherë ka shpërblimin e xhihadit tina. Jo që ati mangohet, po të dytë Allah azza wa jall i shpërblen me bujarin edhe mëshirën e tij. Domethënë këto ishin heroizmat e sahabëve atë ditë. Pastaj pat disa të tjerë domethënë prej beduinëve që erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhi një grup i madh i njerëzve, diku 82 veta kanë qenë prej beduinëve, do thotë jo banor të Medinës. Erdhën edhe ja nisën ty anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë rruga gate, rande, kena familje, s'ka kush kujdeset për ta. Më na leju me nejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lejoi, ama nuk ja u pranoj arsyetimin e tyre. Se kanë dikush menon, po unë, po ti çka? Kret jena në ç't gjendje. Ata të tjerë që erdhen aty ty kajt, as kanë familja, a nuk kanë ata as lodhen këtë rrugë të gata, gjithë jemi duke u bërë ballafaqur me këtë. Kanë dikush menon që veçare është ju sprovu. Po unë kur të më s'muj me baj. Po ti zot një, ky është një pemishi pe gjakut, çashtu çysh e ti. Pse për ty pas ka trajtim të veçantë për ta? Jo, po e ta është që ai imani ti pështin me bë, e ti mos më tani me shit devotshmërie, me shit Allahu ne jam kështu, pas mujt ase jo. Besimtari nuk i kçyr këto sene. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dha leje mos me marr pjesë në luftë, ama nuk ja u pranoi arsyetimin e tyre. Edhe Allah azza wa jall e zbriti ajetet kuranore, tha afa Allahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Allahu të ka fal ty o Muhammed që ju dhe leja atyre që të bëhet të qartë cilët janë ata që janë sinqert, e kush është duke rrajtë, duke gënyer. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Allahu alimun bil muttaqin. Nuk ndodh që ata që të besu Allahun në ditën e Kiametit, me ardhur më të kërku leje mos me marr pjesë në xhihad, me pasurinë edhe veten e tyre. Allahu i di njerëzit e devotshëm. Inma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Ata realisht
ty vjen më të kërku leje, mos me marr pjesë në xhihad, ato që s'jon të e besu Allahun në ditën e Kiametit, edhe zemrat e tyre i kanë dyshime dohën zemrat e tyre, edhe çështu, dohën janë jo stabil në dyshimet e tyre. Hera nej, her knej, her po, her jo, s'po di, fi rajbihim yataraddadun. Andaj Allah azza wa jalla ja bën qartë që ata të cilët për një me besojnë Allahun në ditën e Kiametit, ata s'vinë më të thënë, më të marrë leje, a banë mos më ardhë në xhihad, a banë mos më ardhë unë që kjo zbatohet në ditët e tona kur muslimanët kanë një projekt, kanë një kauz, diçka, edhe kërkohet kontribut për muslimanëve, thot dikush, po çfarë besa unë nuk i kam e besa, a ban unë mos marr, o ban ti rri vëlla knoço veç, domethënë nuk kemi në këtu të bë thirrën që kush s'po vjen, në atë kush po vjen. Se për kush s'po vjen ka plot, po kush po vjen. E thon realisht, ata që besojnë Allahun në ditën e Kiametit, ata s'vinë më thon, a ban mos më ardh. Ata që vinë më thon, a ban mos më ardh, janë ata që realisht sën të e besu Allahun, sën të e besu ditën e Kiametit. Sa e sikur të kish besu Allahun në ditën e Kiametit, e kish ditë që këtë thirrje kush me bën Allahun, duhet patjetër me përgjigj Allahun. Këtë thirrje ku na çon në shpërblim ditën e Kiametit. Po çajo po mvynet mu. Edhe me veprat e tij e dëshmon imanin e tij. Ama knena thot, unë jam kështu, unë jam ashtu, unë jam selefi, unë jam ehlus sunne, unë bëj kështu, tak u gjen puna, a ban be unë me najt në shtëpi, po rri, po veç mos fol tani, mos na shurdhë, rri. Dhe kjo është gjendja e disa pej beduinëve që ardhen këshë me lyp leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju dha leja, ama arsyetimi i tyre ish i pa pranueshëm. Dhe këtu janë kategoritë e njerëzve çka veprojnë, njerëzit e sinqert, njerëzit e mëdhenj, njerëzit burra. Ata shapat që shanisi ty u zbeh kategoritë. Erdhën e këta që e inshallah në takimin tjetër këna me fol për grupën tjetër që gjithë janë kanë njerëz të dështimit. Sa herë ka pas një aksion, janë kanë njerëz të dështimit. Ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Hud, ata në gjysë të rrugës e kanë tradhtu. Ka shku atje e kanë tradhtu në betejën e Hendekut, kanë qyqysh me bot dradhina, me ikë mësë menet në front e kështu me radhë, si gjithë munafikat me munafiklëkun e tënve, me dyftërsin e tënve, edhe në këtë luft kanë bo probleme, e problemet e tënve do t'i përmendim inshallah në takimin ton të ardhshëm, duke lutë Allahun azza wa jall që më na dhën zemra të pastërta, më na dhën gjymtyra dhe vepra që dëshmojnë atë çka kemi në zemër, dhe më na mundsu që fjalët dhe dëshmit që japim na mundsoj që ti realizojmë në praktikën tonë. Elusim Allahun azza wa jall që të na i falë mëkatet, ato që i bëjmë me dije pa dije. Elusim atë që të na forcojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në botën tjetër na ringjall me njerëz të mirë, me shahida, me njerëz sinqerta, me pejgamber, dhe të na strehojnë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa atubu ila Allah.